Sotme është e martë, është si tërsi, uhu. Në fakt, po ta mendoni mirë, sa herë që ne themi është ditë tërsi, mua më shkon shumë mirë për shembull e martë. Për mua dje ka qenë ditë tërsi, madje akoma nuk është rregulluar makina dhe jam akoma vërdall kështu si njeri që s'di çfarë bëj dhe s'di ku shkoj. Që I kam bërë shok të ngushtë ato servicet, po hiç fare, asnjë gjë nuk po bëhet. Me të drejtën, shpresojmë që kjo të jetë herë e fundit që unë flas për probleme teknike të kësaj natyre. Mirë se erdhët në Fun Day. Do kemi shumë gjëra të bukura për të diskutuar sot. E para punës unë jam bërë me kaçurela dhe ne si vargu bëjmë me kaçurela. Është një vuajtje shumë e madhe se I thonë do të rinja një orë pa lëvizur aty edhe vetëm flas, dhe megjithëse sa torturohet Lola shkëqëri duke më bërë këto kaçurela të mua. Gjithsesi, për të kujtuar dhe dashnordikon, ja ku e keni në versionin femër. Kjo jam unë. Eja. Dhe më vjen gjithmonë të këndoj këngën e dashnordikës, pa çka se ta dini çfarë bëja sot në korridor. Kisha vendosur këngën e Elvanës, ne jemi njësoj, që u vdes fare për atë këngë. Edhe në gjithë korridorin dhe ecja bëja si Elvana, ndërkohë që gjithë mendonin që unë jam bërë thjesht si dashnordikë dhe nuk kam pikë lidhje me Elvana Gjatën. Po I thoja edhe Xhulios madje dhe asnjë kompliment nuk keni bërë deri tani. Keni ko 2 orë nëse nuk doni që unë mos t'ju flas kur më. Jepini, keni 2 orë kohë për të bërë komplimente. Ju keni 2 orë kohë dhe 24 orë madje për të na shoqëruar në gjitha rrjetet tona sociale. Është shumë e thjeshtë, se kam shumë vap. Është shumë e thjeshtë në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al. Vjen kështu një parakalim super sensual strishash në hyrje të Fun Day, që ne jemi pjesë njëri tjetrit të gjitha rrjetet e mundshme sociale, jemi in for live ndër të tjera. Dhe të dekorojmë këto festa me shumë dashuri. Çdo foto e bukur që bëni me miqtë tuaj duke festuar, po pranë pemës që keni dekoruar në shtëpinë tuaj, mjafton ta postoni në rrjetet sociale dhe të keni hashtagun e famshëm festo in. Për linje do të flasim, për Britney Spears të dashurin e saj më të ri që është shumë seksi dhe shumë charmant, gjithashtu do të flasim. Për Aloe Black, kush do ku ky njeriu është wanted në këtë ditë, edhe për këtë do të flasim. Një dashuri e re në horizont, një çiftëri në horizont, edhe këtë do të diskutojmë. E shumë gjëra të tjera për të mos I humbur sot në Fun Day, sigurisht dhe komentet tuaja në Facebook. Sillim këngën e parë Boys and Girls dhe filluam. Okej, mua më pëlqen shumë kjo këngë, mund ta ngërisoj, s'është nevoja të kurseni këngët e bukura. Sa është ata sot, 20 vjetore? 20 vjetore dhe ka kush më thonë një një përshëndetim shumë, ju urojmë shumë putje nga studiot e Fun Day, gëzuar dhe vetëm gjëra të bukura dhe vetëm dashuri. Meqense është edhe prakfesta është tani më dhe njerëzit bëjnë dhurata, njerëzit durojnë dashuri, falin më shumë. Meqense jemi të dalë kam marrë një dhuratë shumë speciale, kjo unaza këtu. E kam shumë qef, mbaroj. Tani nuk është tamam për këtë gishtin kur e kam vendosur unë, po unë jam pak jo normale, nejse. Çështje tjetër dhe kjo. Tjetër, çfarë dhurate do më bësh ti për vitin e ri? Asgjë. Dashuri, thuaj këtë që thonë gjithë, pak për këtë kemi më shumë nevojë. Tani, gëzuar kushdo që feston ditëlindjen sot, sidomos fan lover, për të kaluar pastaj tek personazhet e famshëm të Hollywoodit që sot kanë ditëlindjen, një tjetër fenomen, një pop singer në fakt shumë interesante që ne kemi sjellë shpesh në Fun Day me singullin e saj Save My Soul. Okej, është pak nga këto këngët për prerë damaret ku ti depresionohesh së tepërmi, por është shumë e talentuar. Po flasim për Jojo, ku emri i saj vërtet nuk është Jojo, po kështu njihet artistikisht. Jojo feston sot 26 vjetorin. Edhe bateristi I bandës të muzikës rock Kiss, Peter Criss, feston 71 vjetorin. Dhe një tjetër personazh në fakt që por nga origjina është greke, Ana Visti, por që shqiptarët e njohin shumë. Ajo ka ardhur ka performuar edhe në Shqipëri, më duket një ndër klubet e Tiranës dhe di që është bërë nami atje. Unë mbaj mend nga Eurosongu Everything I Do. Ka pas një këngë kështu që më kujtohet edhe bëja sigur e këndoja dhe unë dhe me telekomandën në shtëpi. Domethënë estonoja. Ana Visti feston 59 vjetorin në ditën e sotme, kështu që gëzuar dhe për këtë fundit edhe 159 vite. Morë gëzuar të gjithë një dhe duroni dashurisë sa keni kohë. Jojo me Save My Soul vjen tani në Fun Day.
fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she a Desha nga trova këtë këngën me Rockabye dhe desha që këtë këngë do ta kemi pak më vonë si cover song. Kështu gjithmonë kur mundohem bëj si shumë inteligjente, pikat. Dështoj totalisht. Nëse më vonë do të kemi në fakt një këngë më dëgjuar të korave të fundit të Sean Paul, Anne Marie edhe clean bandin Rockabye. Nuk besoj ta kemi dëgjuar në version cover deri më tani, por do ta zbulojmë pak më vonë. Pa linja që do të flasin se për Fifth Harmony se më duket se janë ndarë, që do bëhet me goca tani që do fillojë një jetë të re single në këtë vit të ri. Edhe këtu do ta tregojmë pak më vonë. Për momenti flasim për dashurinë së vdes, flas për dashurinë dhe për çifte që krijohen në horizont. S'është vit i ri, ë? Nuk kalohet vetëm vit i ri. Apo jo, Fation, tani për të flasur se ti më sa është Fation një ka sy zemra. Aq i dashuruar është, sa mirë. Edhe Britney Spears puna jote. Presumohet që Britney Spears është dashuruar më në fund, pasi gjiroi këtu një slumber party. Në fakt duket që party ka filluar edhe më vonë me një model i bukur, charmant, ato që ka 1500 selfie në Instagram, shumë djegës etj etj. Ne kemi edhe me foto si duket ky çifti i ri njerë, pa ti shohem këtu. Kanë kaluar një mbrëmje super private në një ndër restorantet e Los Angeles dhe Britney është përfolur shumë të shoqërohej me modelin në fjalë Sam Asghari është emri i tij, që në videon e slumber party që si duket ka filluar flirti edhe më andej duke përfunduar një relacion dashurie kështu. Tani ky është dashuri më i ri. Edhe në foto që kanë dalë, kanë filluar të dalin kështu hapta si kohët e fundit, tregohet që Britney është shumë e lumtur edhe e buzëqeshur gjatë gjithë kohës kur bën foto me vetë modelin, kështu që shkurt dhe shqip, ky është një çift i ri në Hollywood dhe sa mirë sa bukur. Megjithëse i pat në foto modelin fjalë ku presumohet të ketë lindur dhe historia e dashurisë, shfaqet edhe në klipin në këngën më të fundit të Britney Spears që vjen së bashku me Tinashe, ne e shohim tani. and I would not like to play. Okej, nuk e di, të bëj një pyetje, Arlis, pavarësisht se ne të dy nuk flasim, se unë kam gjithë ditës që ju them, hajde ne bëjmë një foto të Pema se kisha menduar, e pash në internet, e pash në ndër tani atë foton që kisha menduar, unë nuk e mbaj mend. Hajde bëjmë një foto të Pema që të bëjmë hashtagun festoin, unë e lumtur si kalama e lumtur, dhe gjithë fytyrat ishin kështu. Nuk dua, jo, të gjithë më thanë jo, dhe unë sot jam refuzuar më shumë se kur në jetën time. Dhe si rrethoj nuk i flas Arlisit, domethënë, po gjithsesi po ta bëj një pyetje kështu profesionale totalisht. Ti e ke bërë foton dhe hashtagun festoin? Jo, okej, ti definitivisht nuk e di çfarë them. Po ti Nardi, e ke bërë foton? As ti. Po ti Fation? Më fal çfarë bëni këtu ju kot ju pyes. Po ti? Po, bravo! Gjithkush që ndjek Fande, që është in for life, edhe që do që këto festa t'i mbaj mend gjatë, duhet t'i dekorojmë me dashuri, se ato dritat e Pemës për shembull mund të fiken. Këto sferat e kuqe që kemi vendosur nuk do të jenë për një 10 vjet, ma të mëndemuar, edhe për një vit nuk do të jetë se kushtimi sa do t'i vjet në gjysmë. Ai ylli atje nuk do të jetë, kështu që viti i ri ose festat e fundit mbahen mend gjatë dhe shumë, duhet t'i dekoroni me shumë dashuri edhe të postoni një foto teksa rregulloni Pemën. Për shembull, ai fiksimi në familje që kush vendos yllin tek Pema thotë dhe një dëshirë të realizohet që nuk do të mos më realizuar asnjëherë me së drejtën, por çështje tjetër dhe kjo se kështu e kemi parë nëpër filma, që mjafton që të memorizoni dhe ta ngrini këtë momentin e bukur të këtyre festave, duke postuar në rrjetet tuaja sociale një foto interesante ku normalisht konteksti janë festa dhe hashtagu do të jetë festoin. Është shumë bukur ta bëni, do ta bëj dhe unë se kemi bërë domethënë një 10.000 foto deri tani aty ke Pema me Fation, derisa gjetëm pozicionin ideal dhe unë do ta postoj. Vetëm kam shumë nevojë derisa gjej filtrat, photoshopin e kështu ashtu, ka punë nesër mbas do të postoj. Gjithsesi, të gjithë ju fan lover jeni super të ftuar që ti festoni festat me ne edhe ti dekoroni festat me dashuri dhe hashtagu do të jetë festoin, me patjetër ne do zgjedhim kështu foto të më interesante, pse jo. Kaq kisha, ikim tek një këngë. I might trust somebody. Dua ujë. Kjo këngë është totalisht dua ujë. Wow. Unë e kemi thënë dhe së thënë që unë Emily Sande e preferoj shumë si artiste dhe kam një kështu big like për këtë të fundit, ama vdes fare për Read All About It nga repertori Emily Sande. Nuk është se kjo s'është mirë, po këtu nuk ka lidhje me shihet e mia të kjo kënga fundi, se mua sa dëgjoj më bllokohet filma. Një ma bllokon kjo që kam lidhur kështu për të bukur trendi. Edhe kënga e kësaj më asfikson totalisht. Çfarë prisni nga këto festa dhe çfarë doni në këto festa? Kjo ishte pyetja që kishte përgjithë ju në Facebookin të Vllbenja. Bëni mirë të bëni pjesë jona edhe të komentoni sa më shumë në statusi për katës të Fandej, se unë vdes për komentet tuaja, ju e dini tani më jeni jo pikat kyçet të Fandejve që e bëni ekstrem të bukur. Kalojmë kështu tek të gjithë fan lover që kanë komentuar dhe shoh pak çfarë presin dhe çfarë duan nga këto festa. Tani prit 2 sekonda. Të reatohem edhe të fillojmë të lexojmë me shumë qejf. Ku jemi? Jemi tek Aureli, që thotë nuk ka fare kërkesa dhe thotë unë nuk pres asgjë, jam shumë okay. E një dona thotë më iki gripi se jam shumë keq. Akoma me grip ti mua më kaloj. Alina më thirrin Anila thotë,
Ç'kemi Fatma? Për sa i përket temës, unë dua që kudo të shkoj të më zotëroj dashuria dhe qetësia. E puthim shumë Alinën. Ida thotë të kem afër njerëz të mi të dashur. Andi thotë faqe në botë, duke citon Miss Universi. Geri thotë të largohen nga jeta ime njerëz me dy fytyra. Po ti e ke dorë. Ti mund t'i largosh fare thjesht. Ajra thotë vëmendje dhe kuptim. Besoj të ndodhë gjithësi dhe një matë shtëpiake mirë është, një matë. Meri thotë haj Fatma, dhe këto festa kam vetëm një dëshirë, dua një kaçurelës, është shumë e mirë. Si japëm që unë jam gotë, së me kaçurela jam edhe unë, ku kemi kaçurelës në këtu më gjithë të Jonga është midis, Jonga i di krumi, s'është kaçurelës ta mund të mamë, është as kështu. O i qik pja mash, bëhet kaçurelë. Orkida thotë paqe në botë dhe sa më shumë dashuri. Titi pastaj na e çon për byrek, thotë hajo byrek me gjie, sa për tempo më duhet të kem afër të gjithë njerëzit e mi të dashur. Fatjon, si do bëjmë atë byrekun më vëlla? S'dua byrek. Se ke ndaj mendjen akoma, s'ka gjë i dashuruar. Shëmbyrë thotë, ç'kemi Fatma, të dua shumë, je më e mira, përsa i përket temës këto festa, dua shumë besnikëri dhe dashuri. Ishte për festën tjetër. Të dyja është vështirë. Adelaide thotë librin e Daniel Steele, Ylli. Unë kam lexuar, po se kam shtëpi duket, e kam marrë dikujt. Po ta kisha shtëpi ta kisha sjell. Elona thotë Interi të fitoj kundër Lazios. Ilda thotë lutem për këtë vit që më sjell Zoti dashuri, drejtësi, paqe, besim, mirëkuptim, forcë, durim dhe harmoni. Zamira thotë isha me familjen. Klaudia thotë paqe, dashuri për gjithë njerëzit. Katerina thotë këto festa dua 23 çokoladata se vdes. T'japun çokolata, ti më jep byrek, si thua. Mersita thotë hej baklava, këto festa dua shumë shëndet, mbi gjitha shumë surpriza, se mbaroj për to dhe lumturi pafundit që ta uroj dhe ty Fatmush. Të përshëndes shumë Meri Mersida. Jennifer thotë afërmit e mi që fatkeqësisht nuk i kam këtu, shpresoj shumë bashkim për ty dhe për gjithë njerëzit që duan këto festa, edhe një këngë festash na duhet tani meqense po flasim për festa, dhe për këtë na ndihmon Ariana Grande. Shohim. Vetëm se i kam pak më gjata flokës e Bruno Mars, edhe me Bruno Mars mund të ngatroni sot për shembull. Këta i kaçurel që po ta mendoj, pavarësisht se bën nga çopalosi dhe flokëve kështu interesante. Jemi tek Hot of the Day dhe tek kënga NZ e ditës së sotme. Në fakt, ose së sotme. E ditës së sotme. Në fakt nuk është vetëm kënga që nxjerr situatë, përveç faktit që është produksioni më i fundit i Fergie poshtë dhe vet Fergie. Është ndër femrat më të nxehta të Hollywoodit, ëh. Vlen të tekstohet. Gjithë ka një vokal, domethënë që 10 Fatma sikur të ulërasin, nuk kapi notën më të vogël të Fergie. Kjo është shumë e vërtet. E kemi dalluar dhe shpikate që kanë për këngë të vërtet shumë të mira. Paraprakisht, domethënë produksioni i paraardhës, para se të themi këtu të fundit fare, ka qenë super i bukur dhe super i këndshëm për të dëgjuar, po flisim për Milf Money, ku mblodhi gjithë mamat seksi të Hollywoodit me Kim Kardashian, me Sierra, e me shumë personazhe shumë të famshëm dhe pata një performancë me të vërtet ekstravagante të këndshme në klipin paraardhës. Tani më vjen me një këngë shumë pozitive, Life Goes On. Në fakt mua më ka qelluar ta dëgjoj edhe në radio këngën në fjalë dhe më fiksoi dhe më pëlqente së tepërmi për dy arsye. Para e dallova deri që ishte Fergie se ka me vërtet një zë që e dalloi gjyshja ime në shtëpi. Dhe e dyta ishte shumë pozitive se thoshte kështu që jeta vazhdon, punë e madhe ai as e ti, domethënë jeta vazhdon dhe posa këtë jepet kjo mundësia bëje në maksimumin tënd sa më mirë të mundesh. Kështu që edhe pse është 41 vjeç, shfaqet super seksi në videoklipin e saj në detin e Kalifornisë. Kënga e re kështu është një dance elektronik, ndryshe nga që kemi mësuar ta dëgjojmë dhe më interesante është që surpriza në fakt është që Fergie edhe repon në këtë këngë. Tani Fergie e keni. Plazhin në këngë e keni. Super seksi duket Fergie edhe kjo po. Këngë me mesazh pozitiv, ç'a doni më shumë? E shohim tani. For a baby. Sa mirë dhe këto. Edhe pse s'është kënga ideale për të vetëm kështu dimi që fjala as tjetër nëse vetë duket shumë komplikuar ajo në përdasma. Po kur të martohet Fatjoni, meqense na është dashuruar, unë do bëj kështu leksione dhe do kërcejmë atje në dasmën tënde. Në rregull apo se ke ndërmend një herë për një herë? Or janë martuar një super çift në Hollywood, ka bërë një dashur bohemian dhe të them të drejtën dhe unë që la lasje mendoj, kur pash ato foto tash okay, Fatma futja një dasëm. Aq bukur është situata në fjalë. Ky është çifti më i ri i kompletuar i Hollywoodit sepse kam iden skaj më i lartë i dashurisë është kjo martesa kur kurorzohesh në martet dhe kur bën atë premtimin a dëshiron të rrish në të mirën e të keq derisa vdekja t'ju ndaj? Po, domethënë kjo është gjëja më e bukur. Kam përshtypjen, ose pak të kështu mendoj një të dashuruar. Po flasim këtu për aktoren dhe bukuroshen e Suicide Squad, që është martuar më në fund me të dashurin e saj Tom, që është edhe regjizori britanik. Janë martuar kanë shumë vite bashk, edhe 26 vjeçaria ka vendosur vetëm në Instagramit ta tregojë këtë. Janë martuar në një ceremoni shumë diskrete në fakt, një stil kështu bohemian, vend i mrekullueshëm. Ne kemi edhe foton shumë interesante se si e ka treguar, duke mos dalë fare nga vetja se si e ka treguar mënyrën që është martuar. Tani ajo po tregon në Nazën, se mos mendoni gjë tjetër. Të ftuarit kanë qenë
vetëm 50 veta dhe asnjë nuk i përket botës së showbizit, kanë qenë vetëm të afërmit dhe familjarët e tyre. Vetë aktoria australiane e bëri të njohur lajmin. Ky është vendi mjedisi ku ka ndodhur gjithë ceremonia, ka qenë shumë boho style dhe shumë sekrete dhe shumë e bukur ndër të tjera, kështu që unë thash domethënë beta shumë e surprizuar. E rëndësishme është që nuk kemi lajme për ndarje, por kemi lajme për martesa. Britney Spears gjithë të dashur, kjo u martua, gjërat po ndryshojnë dhe viti i ri po vjen shumë bukur, besoj unë. 21 Pilots tani në Fun Day. Rock you, rock-a-bye, baby. Tani, në do t'ilin një shumë bukur, në fakt që jam shumë e sigurt që pëlqej shumë të gjithëve. Kam një kërkesë, a mund t'i stopojmë këngët romantike për të prerë damar dhe melankolike? Tani e dim që jam shumë të romantike. Gjithsesi këtë këngën e ka fiksim Gjule, por që sa herë vendos unë dhe Fationi jemi kështu, kuptojmë me sy dhe i kemi thënë që të hiqe nga playlista dhe ai vazhdon dhe vendos të njëjtën këngë. Si thua kur mbarojmë, shkojmë t'ja fshim vetë, se s'është punë. Ti merru me Gjule, unë fshi këngën. Në rregull, u bë plani. Ndërkohë tani dua që të ngreni zërin e televizorit, se vjen nga këto performancat super fantastike. Ama përpara se unë të zbuloj performancën, që është kënga Rockabye dhe All That She Wants, që vjen në një version shumë interesant live dhe cover, do t'ju ftoj pak që të bëni vizitën interesante në emailin ton fanday@tvopikal. Nuk e di sa është në humor si për shumë për ta nxjerrë strishën poshtë ekranit. Më falni, është fanday@tvopikal është emaili ku, se mos në këto raste festash ju do këndoni këngë festive, do bëni video fani, foto të bukura, më në fundoli emaili. Edhe mund ta shkruani në fanday@tvopikal, është shumë e thjeshtë, mjafton që të nisni gjithçka që duket interesante për ta ndarë me gjithë followers në këtë emailin e poshtë. I kontrolloj mu dhe Ina. Ore kam thënë aty dhe mund të na bëni komente të qetë na shani se nuk ishte njëri, vetëm ne të dyja do mund t'i fshi ato mesazhe, domethënë nuk është problem. Kënga që do sjellim në fakt janë dy këngë, është Rockabye edhe All That She Wants, që vjen nga një 18 vjeçare. Dhe ky viti ka qenë viti 18 vjeçarëve, 19 vjeçarëve që bënin namin në industrinë e muzikës. Në BBC Radio 1, ku shkojnë shumë artistë dhe tregojnë më të vërtetë se sa ju vlen lëkura sa i takon të kënduarit live, ka qenë Louisa Johnson, që është 18 vjeç, e zbuluar nga një talent show që është X Factor dhe që ka bashkëpunuar me Clean Bandit për këngën Tears, dhe kjo një tjetër suksesi bandës britanike. Po nuk e keni menduar ndonjëherë sa bukur ngjajnë këto dy këngë të bashkë, domethënë The Rockabye edhe All That She Wants. Të bëra një këngë se kisha menduar kur, po është shumë bukur, e shoh bashkë. Go ahead and tell everybody I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes I am, yes I am, yes I am. Bukur e bën këtë gjë që vendos një kamerë, bravo, një përpjekje të televizionit dhe telefonit. Jo, atë e bën Alfio dhe Indriti, pse ato dy të kopjoj, unë jam i zemur, i kryoj vetë. Me qëra fjallat e Alfio dhe Indriti, se Indriti do vi shumë shpejt, e keni sot në orën 6, mos harroni me kryp dhe piper, kanë gjithmonë, çdo ditë një të ftuar shumë special, një recetë shumë të këndshme për t'ia dhuruar gjithëve ju me shumë dashuri. Kështu që ciao, do ju zot Alfio. Se ne kështu bëjmë shaka me Alfion. Tani, jemi tek Wanted. Kjo kënga është shumë e bukur. Kjo kënga që po dëgjojmë në sfond, kjo kënga i bie për diçka nga lart. Është Aloe Black që solli produksione të tilla si I Need $1 apo Wake Me Up When It's All Over tjera dhe këtë, që të treja këngë sapo u lançuan ishin në krye të UK Top List apo në charte muzikore të tillë shumë të rëndësishëm. Po çfarë ndodhi me këtë djalin? Ku është ky? Ç'a bëhet? Po ne shpallim Wanted sot. Shohim edhe me foto madje për ta bërë lidhjen më qartë dhe më bukur. Aloe Black është ky tipi me kapele, ndryshe Egbert Nathaniel Dawkins është artist amerikan i muzikës soul edhe businessman ndër të tjera. Është bërë shumë i njohur me 3 produksione që unë citova më herët, Need $1, I'm the Man dhe Wake Me Up, që të treja këto me një performancë shumë të mirë në charte muzikore të rëndësishme britanike po edhe amerikane. Nisi dashurinë për muzikën që kishte klasë 3 dhe posëdonte shumë vegla muzikore kështu, edhe krijon vetë këngët e tija. Në tetor të 2013-s ndori super suksesin Wake Me Up dhe këtu filloi që fryma e tij dhe vrulli i suksesit ishte pak disi më i ngadalë, edhe për vetë faktin se u tërhoq vetë edhe vendosi që të bënte muzikë për filma, të bënte himne për ekipet të ndryshme sportive e të tjerë dhe nuk donte më që të bënte hite të tipit si kjo që po dëgjojmë komerciale për të bërë xhiron e botës kështu. Çfarë ndodhi duke u shkëputur nga këngët komerciale, filloi të bënte muzikë për filma, filloi të dashurohej dhe të martohej paksa. Është martuar dhe ishte edhe në pritje në ëmbël të fëmijës së parë, ndërkohë që kanë bërë dhe fëmijët tani më. Ne kemi dhe foton e family portrait të tij. Bebi është në park, nuk duket nga fotoja. Ka zgjedhur ta mbajë kështu shumë private dhe gjërat me cilët po merret aktualisht janë muzikë, filmash, gruaja dhe fëmiu, edhe një fondacion bamirësie që ka vetë Aloe Black, me cilën ndihmon gjithë familjet që janë në nevojë. Kështu që e kemi gjetur është ndoshta e mirë edhe po bën gjëra të bukura, gjë që duhet i bëjmë dhe ne jo vetëm në raste festash. I Need $1 nga Aloe Black vjen tani në Fun Day.
Fifth Harmony, këto janë gotë që po dëgjojmë edhe në fond madje që kur filluan të bënin shumë produksione suksesshme, për hir të vërtetë që menduam, çfarë harmonie tamam, një pesër në harmoni sikundër kanë edhe emrin, edhe menduam që e posedojnë harmoninë përsa kanë një emër të tillë. Kishim gabuar pak si shumë, sa për çdo paradokset pak si shumë. Tani, siç ndodh praktikisht, mua më shtyr një zemra me këto grupet muzikore kur u nda Pusket Doll me të drejtë dhe që atëherë tash mos u afeksionon më pas grupet muzikore se bolta thyen zemrën. E njëjta gjë ka ndodhur dhe gjithmonë është egoja për të patur një karrierë muzikore solo. Për hir të vërtetës, gocave të Fifth Harmony, para se unë them edhe një herë për hir të vërtetës, nuk e di ç'mu fiksua kjo fjalë, kanë patur një karrierë shumë mirë bashkë si grup, një zbulim i X Factor kështu, shumë të suksesshëm dhe patën një sër këngësh bombastike vlen teksohet. Ka qenë një ndër anëtarët e bandës që ka zgjedhur të provojë veten në një karrierë solo, të ndryshe. Tani kur u nda dhe One Direction, nuk kemi shpresë për të tjerët. Nëse Camila Cabello ka qenë ajo e cila ka aspiruar dhe vazhdon të aspirojë për një karrierë solo, duke mos qenë më pjesë e bandës muzikore Fifth Harmony prej 5 gota shumë bukura simpatike dhe me shumë këngë suksesshme. Edhe më herët ka bashkëpunuar jashtë bandës dhe për fat keq që prej ditës së djeshme nuk është më pjesë e Fifth Harmony, ndërsa vajzat e tjerë do të vazhdojnë karrierën kështu normalisht. Nuk dihet do të jenë secila solo apo bashkë katër tani më do të jenë Fourth Harmony dhe jo Fifth Harmony. Kjo pritet për të parë. E rëndësishme është që Camila ishte ajo që prishi hallkën e zinxhirit duke përgjithë zinxhirin e bandës, fjalë shumë e dashur për publikun. Ne do t'i sjellim tani kur ishim bashkë dhe ishin shumë mirë. Shohim këngën. Put your fire high. We don't talk anymore. Okej, më falni se unë di dhe në shtëpi më thonë ti e di që dukesh si idiotë kur qesh ashtu dhe ne nuk marrim vesh gjë. Rrallë më shohin ato shtëpisë, janë 4 vjet, po nëse kur më shohin nuk është se thonë gjëra të mira. Ideja është që qesh me komentet e Inës që në ku me Giulios. Durojnë shumë dashuri ande nga regjia. We don't talk anymore, ka Charlie me ishte dashurën kam ide, pavarësisht se tani është zëvendësuar ky vendi, si nuk e la një bosh atë se diljen e të dashurës ky, gjithmonë e zë me diçka. Do po thoya po ky, sa interesant që është nga këto sëngjillë të mbuluar që janë rrezik kështu të ma besoni. Charlie e pati goditjen artistike dhe hyrjen kështu bam bam në industrinë e muzikës që me kolonën zanore më të suksesshme të Fast and Furious, si e ka patur me kënga mo? Sa më më kënga që na bën të gjithë për qarë. It's been a long time without you, my friend. See you again, e gjeta. Duke kënduar gjithë këngën kështu e gjithë tekstin. Charlie në fakt u përfort që kishte një simpati për Selenën, si të bashkë kanë krijuar këtë superhitin që ne dëgjojmë më vonë. We don't talk anymore, do të dëgjojmë edhe pak më vonë. Tani më një tjetër lidhje në horizont dhe ky janë çifti më i ri, sa qef sot flasim vetëm për histori dashurie që kanë nisur për martesa shumë pozitiv. Shikoj sa bukur shkoi e Marta plot me dashuri. Charlie është në një marrëdhënie dashurie ose në një marrëdhënie me capusje vërdall me një aktore shumë të lezetshme sikundër dhe e shohim, është Bella Thorne ajo që i ka fituar zemrën dhe ky është çifti më i ri. Janë parë bashkë kështu spontanisht duke ecur në rrugë, duke u përqafuar edhe duke u puthur, duke kaluar shumë momente intime si çift dhe kanë qenë paparacur që kanë futur në kornizë gjithë situatën dhe kanë bërë të ditur që ky është çifti më i ri në Hollywood që keni parë, një duar tërkitje për një tjetër çift. Sa e bukur është kjo kënga. Tani meqense ky u dashurua, dhe super i inspiruar dhe jam i sigurt të bëj një këngë tjetër, jo kaq për të prerë dëmaret, po disi pozitive edhe më të këndshme. Sa mirë ku flasim për dashuri? Nuk des fare flas për dashuri. We don't talk anymore, vjen tani në Fande. We've come a long way. Kemi filluar? Unë dhe kënduar për këtë të zbërtisja do thoni. Okej, Cement Cat fillon sot, që keni të qeshur apo fund sa po të mbaroj Fande. Në 17:00 të ndryshe do të vi seriali Cement Cat shumë pozitiv, shumë i këndshëm që do të qeshni do shkriheni fare në orën 5, ndryshe sa po të mbarojmë ne me Fande. Pas do ju hahet normalisht, pasi të mbaroni këtë orë mos mi bëjmë më të fokusën nga afër realisht se të hota se jashtëku shumë komplekse, edhe nuk flasim me të dy sot. Një orë më vonë, praktikisht në orën 6 do të vi Alfio me Krip dhe Piper, edhe që do t'ju flasi kështu për do t'ju flasi. Tregoj se çfarë të gatuani sot diçka tjetër se dashuria vjen nga stomaku, kështu që do ta bëni për veten njeriu tuaj të zemrës. Pas Krip dhe Piper vjen Iliri me lajme që vjen 18:30 shumë edicion informativ. Edhe Rudi dhe Mateo ju presin një për i dhuruar momente të super të këndshme, plot me batuta dhe interesante në trejat në 19:00 dhe Gossip TV me Sarën dhe me Kelvin me shumë gjëra interesante do të vi sot në orën 8 të darkës. Madje kanë shumë gjëra të bukura, mos i humbisni Sarën dhe Kelvin sepse flasin. Kelvin ka bërë një intervistë shumë të këndshme me Greta Koci, për shkak që duhet ta humbisni. Flasin për Claudia Pepën që ka bërë ca foto nudo, flasin për tashëdhëmet e fundit, për
Floru Majestin që po përplitet pafund këto ditë e të tjerë. Okej, edhe Gut Niko dhe Bet Niko do të jenë Gossip TV, kështu që mos të humbni puntatën e kësaj të martës, jetë me vërtet shumë interesante dhe shumë e këndshme. Sikundër e Marta është e bukur në darkë, sepse në darkë keni filma romantik. Kështu mos e humbisni edhe këtë të radhës në orën 9 të darkës vjen një film plot e plot me dashuri. Tani vijnë dy goca shumë të bukura, Kida dhe Jessila. Shohim. Unë përshtyresha kështë dilja në kamera. Okej, jemi në fund të Fande dhe për ditën e sotme. Diku dhe Marta, shpëtuar më duket, pa të kështu gjëra ters në këtë ditë, kjo është gjë e mirë. Tani, bëjmë një parakalim sensual strishash që mos harroj nga fundi. Edhe ne jemi non-stop me njëri tjetrin në gjitha rrjetet e mundshme sociale, ndërkohë kam një kërkesë për gjithë fanëve që të votojnë për këngën e tyre të preferuar shqiptare në info.com/top 10, është shumë e thjeshtë, sepse të premten ne sillim chartin muzikor të javës. Domethënë, ju votoni për këngën shqiptare dhe ne kalkulojmë llogarisë votat edhe këngët më të votuara rezultojnë të jenë këngët më të mira të javës. Ne i sillim nga vendi 10 tek vendi i parë, të premten në Fande në pjesën e dytë dhe si quhet ndryshe charti Like Shqip Top 10, ne sillim në të dielën, unë në fakt do të jem me ju në 10 mëngjes në Radio 105.7 për të ridëgjuar këngët nga vendi 10 tek vendi i parë. Tani, ndërkohë mund të postoni edhe gjitha rrjetet e mundshme sociale foto ku ideja është festa tek Pema, brenda Pemës, jashtë Pemës e tjerë dhe hashtagun do të festoin. Le të festojmë in të gjithë, të dekorojmë festat me shumë dashuri. Çfarë prisni nga festat? Kjo ishte pyetja që kishim për gjithë followers dhe këto janë përgjigjet që ju keni dhënë teksa unë lexoj tani nëpër komente, duke e nisur tek Fationa ose Klajdi, se Klajdi nuk e se kam lexuar. Klajdi Rustani thot dua të kaloj bukur. Fationa thot vetëm të fle, kujtua edhe shumë libra. Samueli thot një iPhone, një Sony, thot Johnny. Enja thot një Galaxy që do ma blej babi. Bravo babi. Murati thot ç'kemi Fatma dua që pronarja të ma hapi rrogun. Okej. Tani, së pari përshëndesim pronaren e Murat Banaj dhe së dyti i themi që t'ja japi rrogun Muratit. Dritë tjeta thot haj Fatmush për festa dua të kthehem në Maqedoni për pushime, të dua shumë. Edhe Manjola thot dashuri, mirëkuptim, besim për mbi të gjitha kurajo për çdo pengesë në jetë. Okej. Monda, domethënë ju nuk e dini sa të vështirë kam, unë se kam një tuftë të çmendurisht dhe plot energji që çfarë nuk thon këtu në kufje dhe si se bëhet njerëz zemër ngurtë thoni një fjalë të mirë për mua. Gjatë kohës thon gjithçka vetëm komplimenta nuk bëjnë. Që kam ty që më gënjen ndonjëherë në kompliment dhe mendoj që me vërtet jam e mirë në shkret. Gjithsesi, ne jemi gati për të dhuruar dashuri dhe nesër dhe pastaj deri të premten dhe gjithmonë kështu për ta marrë jetën me shumë pozitivitet edhe unë kam thënë dhe gjërat më të pamundura zgjidhen fare mirë me pak inteligjencë dhe me shumë dashuri. Me një këngë shumë të bukur në sfond dhe themi mirupafshim sot takojmë nesër. Yeah, yeah, yeah.